Dërda na dëshirojmë krejt qytetarët e Kosovës me jetu në lagje si marigona rezidens. Po në ndërkohë po jetojmë aty, tar disa prej tyre. Në ndërkohë po shkojmë për veti, e mas nej. Ky debat s'ki bo, mendoj që është debat i kotë, është humbje kohës, është shumë me rëndësi me i informu qytetarë se shka do të bojmë, cilët janë hapët e parë. Jo kush o fajtori, mos bim në atë grask, të cilën po e ndëgjojmë çdo natë në emision, posaçërisht nga udhëheqësit e partisë në pushtet. Kush o fajtori. Ky tash edhe Dardani ju ka bashku kësaj logjike që mendoj që nuk na çon përpara. Na duhet me jap propozime qysh me hes përpara. Dhe transformimi i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës është hapi i parë në këtë drejtim. Dhe këta njerëz që jetojnë në bubble, në fluska të veçanta që s'marrin shërbime shëndetësore në entet publike, nuk mundën mu marrë me shëndetësi dhe kjo është rëndësishme, doktor. Nuk e kam për me ofendu kërkan. Është e pati i kalushëm. Këta janë njerëz të interesave. Këta janë njerëz të interesave të cilat i njekin veç interesa. Agani, edhe tani kam një replikë se nuk. Veç pak, Feridi, pastaj Bekimi. Dërda na dëshirojmë krejt qytetarët e Kosovës me jetu në lagje si marigona rezidens. Po në ndërkohë po jetojmë aty, tar disa prej tyre. Në ndërkohë po shkojmë për veti, e mas nej presin. Disa prej tyre me punë të ndershme kanë mri me shkollim, me mundi, kanë mri edhe një bazë materiale me kriju atë mundësi. Që një pyetje, doktor, shumë shpejt. A është e pranueshme presidentja e shtetit, që tash është bartës e listës, me thonë po i heki fëmijë nga shkolla publike se vjen era WC-ve? Është e pranueshme për gjithë. Shqoni, 2.000 zonë sa janë qatë shkollë. Është shumë afër për neve. Dëgjoni, edhe ju, edhe unë, me i pas, mitë e mi, në një shkollë, jo, kam përgjigje. Jo për ty e di. Mos e ndërprej, veç pak ta ndëgjojmë përgjigjen. Ta ndëgjojmë përgjigjen, mos e ndërhyj. Shqoni, veset ku kundërmon era nuk i dënë kërkush për fëmijët e vetë, edhe ajo mundet me qenë barë se liste, po e mas por jo nanë, prind është i ati fëmiu, edhe në qëse ka thonë ashtu, që unë nuk e di, por në qëse ka thonë është një reagim prindor, jo si barë se listës të Por e ka qenë presidente, se cili prind ka drejt me bo që ka dënë me prind në fëmijën e vetë, po kur je presidentin i vendis më me bo këto. Me mendu pozitivisht në atë kontekst, ka të rejkë vrejtjen, se ajo shkollë duhet me qenë ma e pastër, edhe duhet me pas ma shumë kujdes për këtë zonë se që në atë shkollë.